Bismillahirrahmanirrahim, vllazit të nderuar, këtu jemi në Prishtinë të familja Krasniqi, të kjo mot rajon Farie Krasniqi, 4 antar, është dhe të shqy se kjo mot rajon e ka djalin të cemuar peshen edhe vetë, na tash do të bisedojmë i pika të shkurta për hallat dhe dertet e kësaj familjes. Përshëndetje mota. E nderuar na tregon hallat dhe dertet e juja. Jam me 3000 jetima, pasha zëti me një social edhe me një pendi djali që e marë, nuk po mujna mi adal, as me ble ushqim, a me ble pampersa për djallë. Ky është djali i cemur, a? Po, ta e kam ma të vëglin, e kam me sindrom Down, a e veçta. E sindrom është, Po, a? e kam. Ky më ka prisa një televizor, tash nuk po rrim pa televizor. televizor, po që e këshy super sfide me të qa ka shpije. Keni nevojë për dru dimrit, por keni nevojë edhe për një rregullim të ujit, apo? Edhe por do uj më ka prish që të në barosh po që i cejve, dhe ka pak po vjen mrena. Motër e nderuar, ne kemi ardhur me pak ushqimore me ndihmën e një vllat i cili ka dëshiruar që të jetë anonim për me ndihmu. Faleminderit shumë pejti, po jam zarë edhe për dru. S'ka ma ndu që hini këshën e mrena, po zru shkërtu. Edhe pampersa, s'po moj me blej. Valloj, djetë nuk kum pas, tek edhe një me të që gjithë ato lima për shpeja, po nuk praun, se socialit që në marrë te me 5 majtë. Vllaznit të nderuar, peshen edhe vetë, kjo mot rajon ka nevojë për dru dimrit, ka nevojë për një televizor, se këtë kohë pa televizor është vështirë, është keq, gjëna. Mot rajon është me 3 jetima, vetë ushqyse, peshen edhe vetë, ju kisha lutë se t'i dalim në ndihmë dru dimrit, t'i dalim në ndihmë një televizor për këtë lloj tonë, por edhe me rregullim të ujit, nuk pas kanë shumë nevojë me rregullu, me qenë se një mjeshtër një 2 orë besoj që e kryn, vetëm punimi pas ka nevojë, pas ka kërcit cevat, kështu që ju kisha lutë për hir të Zotit që t'i dalim në ndihmë, ne me dëshirë në kësaj familje se kemi transmetuar në rrjetet sociale, kështu që Allahu e bekov atë familje, ne nuk do të dalimi, çdo herë do t'i dalim në ndihmë kësaj familjes. Kam nevojë edhe për kushin, me konë që ndën tim, dikosh ta me bli do kauqe, do që hajdi këshër e mrena. Me emrin e Zotit, na tash edhe për kauqe edhe për çdo send do t'ju drejtohemi bamirësve dhe ta shihojnë gjithë bashku se pëse është kjo shtëpi dhe do dalim në ndihmë. Po ta qëtë për Bajram, thash me... Inshallah do Zoti edhe... Inshallah do Zoti edhe ndihma. A vazhdojmë i marrim pak të dëshmuar. Hajde, bismillah.